Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin në hijen e Ramazanit. Ky muaj i bekuar e mëson njeriu që të jetë bamirës dhe solidar. Për të folur për këto dy koncepte të rëndësishme, kemi të ftuar imamin e nderuar Nexhmi Hoxha. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se jam, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe juve. Atëherë filloj me pyetjen e parë. Pse bamirësia dhe solidariteti nuk janë vetëm vepra të mira, por pjesë e njeriut nga aspekti i brendshëm i tij? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht lutim Allahun dhul xhelal që Zoti na i pranoj ibadetet tona, na i pranoj agjërimin ton, na i pranoj namazet tona dhe veprat tona të mira që i bëjmë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Bamirësia si bamirësia edhe në Kur'an dhe në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur është përmendur ka trajtim të gjerë. Nuk është vetëm bamirësia kuptimi i saj ngushtë me dhënë, siç e kuptojmë edhe ne sot shumica, por bamirësia është punë e mira, veprat e mira të cilat i kryen njeriu besimtari gjatë tërë jetës së tij. Ndërsa në Islam normalisht nuk është bamirësia vetëm vepra të mira, por është identitet i besimtarit muslimanit, sepse Islami nuk ndërton vetëm rituale. Islami ndërton njeriu komplet dhe ritualet vinë pastaj pasi të formohet njeriu besimtari, vinë ritualet edhe i vinë besimtarit më të lehta secili ritual të cilin e bën. Qoftë agjërimi, qoftë namazi, qoftë një punë e mirë, qoftë dhënia sadaka, secila punë e mirë, vepër e mirë që e bën pastaj besimtari është llogaritet si ritual, ndërsa identiteti i tij është bamirësia të jetë njeri i mirë. Kështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku në shumë hadithe të tina thotë njeriu më i mirë është ai i cili sillet mirë me familjen e tij. Njeriu më i mirë është ai i cili sillet mirë me fëmijët e tij. Njeriu më i mirë është ai i cili sillet mirë me rrethin ku jeton. Njeriu më i mirë është ai i cili besimtari më i mirë, njeriu më i mirë është ai i cili të tjerët kanë mirësi nga ai, do thotë është i mirë me të tjerët. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson dhe thotë muslimani më i mirë është ai i cili të tjerët, njerëzit të tjerë janë të sigurt nga dora e tij dhe nga gjuha e tij. Pra, bamirësia, sjellja e mirë, gjitha këto janë identitet të besimtarit. Nuk është vetëm një vepër e mirë, një punë që e bojnë një ritual, mirë po është i kompletuar besimtarin në këtë aspekt. Sepse bamirësia buron nga zemra, jo nga dhënia, në këtë rast nga dhënia. Allahu dhul xhelal na ka mësuar në ajet Kuranit ku thotë leysel birr an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Nuk është krejt mirësia e fokusuar në rituale, ta thujmë ashtu. Nuk është krejt mirësia e fokusuar në kthimin ton nga lindja apo perëndimi, nga falja namazit apo diçka, po mirësi është besimi, fillimisht është besimi, karakteri besimtarit, identiteti besimtarit, është besimi në Allahun dhul xhelal, besimi në melekët, në ditën e gjykimit, besimin në melekët e tina, besimin në librat e tina, besimin në pejgamberët e tina, po pas formimit të personit besimtarit me besim iman të plot kompletum, atëherë vinë dhënia në rrugt të Allahut dhul xhelal apo punë të mira, veprat e mira. Në këtë ajet Kuranit Allahu dhul xhelal thotë se nuk fokusohet gjitha e mira ka kthimi i fytyrës tonë nga lindja e perëndimit. Po pas imanit në Allahun dhul xhelal dhe në melekët në ditën e gjykimit, librat, pejgambert, pasurinë më të mirën që e dojna më shumti, me dhon rrugt të Allahut dhul xhelal. Me dhon për jetimet, me dhon për të varfërit, me dhon për ata të cilët kanë nevojë, me dhon për lirimin e robëve dhe kjo është mirësia e cila buron nga zemra, jo mirësia e cila buron nga dora. Pra nuk kufizohet e mira vetëm në namazin, 5 kohë namaz dhe vetëm në agjërim. Përtej saj duhet bërë më shumë. Normalisht, do thotë kështu na mëson Allahu dhul xhelal dhe kështu na mëson pejgamberi alayhis bamirësi, njeri bamirës është identiteti besimtarit. Do thotë në çdo jetë, në çdo porë të jetës tina, duhet të jetë ai i cili vepron mirë, punon mirë, sillet mirë me veten e vet, sillet mirë me familjen e tij. Pra besimtari e ka identitet. Nuk është vetëm një vepër, një punë e mirë, por besimtari ka identitet. Me thujt ndoshta bamirësia nuk është vetëm një vlerë morale, por bamirësia është provë e imanit, e besimit. Nuk është dikush që veç e ka një bamirësi dhe e ka një vlerë të moralit,
por është provë e imanit, secili neve na i mat puna e mirë, vepra e mirë, edhe në këtë rast në muajin e Ramazanit, për shembull sadaka, sjellja e mirë, na i mat imanin ton, besimin ton. Nëse besimin e kemi të lidhur për Allahun Dhul Xhelal, normalisht që kemi me qenë edhe njerëz të mirë. Si e shndron bamirësia në shoqëritë zakonshme në një familje të gjerë ku askush nuk ndihet i harruar? Ndoshta muj me qyt me një mesazh vetëm, do thotë e shndron bamirësia në këtë rast në aspektin e dhënies, me një mesazh vetëm duke e thujt ti nuk je vetëm. Nëse secili prej nesh e marrim këtë mesazh dhe i varfuri nuk ka frikë nga e nesërmja, nuk ka frikë sepse din që nesër do të del dikush një bamirës i cili e beson Allahun Dhul Xhelal dhe i cili do ta ndihmojë atë person. Dhe jetimi, edhe pse i ka vdek prindi, e din që ka dikush që ja lidhaton kokën e tina. I moshuari, edhe pse ndoshta ka mbet veton, ai e din që nesër dikush do t'i trokas në derë, do të rrimë to, do t'i ndihmojë atina, do t'i ndihmojë në nevojat e tina. Dhe ky është ai mesazhi të cilin shoqërinë bamirësia në përgjithësi qoftë edhe në dhënie si sadak, po edhe në vepër gjatë jetës tonë, e shndron në shoqërinë kënë në përgjithësi, e shndron një familje. Sepse kur ti thuhet ti nuk je vetëm, po je bashkë si vëllezër, atëherë normalisht që shoqërinë tonë e bën një familje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se ashtu kështu na besimtarët jemi një familje, jemi vëllezër. Allahu Dhul Xhelal thot besimtarët janë vëllezër, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot besimtarët janë sikur një trup i vetëm. Nëse një gjymtyr e trupit është e smur, ka ethe, ka temperaturë, atëherë gjithë trupi ndjen ethe dhe temperaturë. Dhe njësoj edhe shoqëria, nëse e ndijmë si familje, kushdo që ka nevojë një i varfër, ne ndijmë që është pjesë e jona dhe i dalim ndijmë. Ka nevojë një jetim me pas për gdheljen tonë, atëherë ne ndijmë nevojën dhe shkojmë ndihmojmë atë jetimi. Ka nevojë një i moshuar me qenë afër apo çfarëdo nevoje që kanë njerëzit, kur e ndijmë këtë afërsi, kur e ndijmë që jemi një trup, atëherë normalisht që bëhemi një familje e madhe. E përmendë që bamirësia në thelb është një test, është një provë e besimit. Për shkak se në këtë rast ai i cili jep, pra nuk harron atë që është i shtypur, atë që është i varfër, atë që është jetim, sa ndikon kënë aspektin shpirtëror, sa e rrit shoqërinë kjo, sa e forcon? Bamirësia çdo herë rrit shoqërinë në përgjithësi dhe normalisht që nuk e rrit të varfurit e ndin në dorën e të pasurit. Mirë po edhe i pasuri e ndjen nevojën që me dhon për hir të Allahut Dhul Xhelal mu afru tek Allahu Dhul Xhelal. Do thotë në të dy kombinimet edhe i varfuri edhe i pasuri kanë tashmë ashtu nevojë njëri për tjetrin, se ashtu që ka i varfuri nevojë për të pasurin, për ndihmën e tina, për pasurinë e tina, edhe i pasuri ka nevojë që të afrohet tek Allahu Dhul Xhelal me dhënien dhe atyre të pasur. Pra thua që bamirësia bën edhe lidhjen mes kategorive shoqërore, pra i riu me të moshuarin, në këtë rast i varfëri me të pasurin, në këtë rast bëhet lidha qytetit me fshatin, apo kështu? Gjithsesi. Do thotë bamirësia në rrofshin e dhënies e sadakas, shoqërinë tonë e socializon dhe bën shumë të afër. Të pasurin, mos ta quajmë e zbrit, po krenarinë e tina, ja zbrit duke po atë të varfurin se çfarë gjendje është. Ndërsa të varfurit janë ngritën nderin, moralin e tina, për të arritur një kënaqësi te Allahu Dhul Xhelal dhe për të afruar tek Allahu Dhul Xhelal, për të punuar, për të angazhuar në të ardhmen. Normalisht ne shohim se kjo bamirësi është e shfaqur jashtëzakonisht shumë në Ramazan, sidomos në Ramazan tek besimtarët, dhe janë afër të pasurit, janë afër të varfërve, qytetarët afër fshatarëve, fshatarët afër qytetarëve, varësisht prej nevojave të cilat i kanë njëri me tjetrin. Për të kaluar te një koncept tjetër, çfarë mund të themi tek pjesa kur një person jep për hir të Zotit? Si ndikon dhënia e tij në aspektin shpirtëror? Nga veprat më të mira që Allahu Dhul Xhelal më shumë t'i don,
është të futsh gëzim në zemrat e besimtarëve. Dhe t'ju ndihmojsh atyne, t'ju lanë borxhin dikujna, t'ja largon ndaj nevojë që ka, t'ju ushqesh ata. Pejgamberi alayhis salam kështu na ka mësuar. Prej veprave më të bukura, më shumë që i don Allahu dhul xhelal është futsh gëzim në zemrat e besimtarëve. Dhe ti nëse je pjesëtar që Allahu dhul xhelal të ka begatuar me pasuni, të ka dhënë pasuni dhe po ki mundësi mu afru tek Allahu dhul xhelal me dhënien tonë, po e gëzon një jetim, po e gëzon një të varfër, po e gëzon një të mëshur, jo vetëm këto ditë Ramazanit, po edhe ditëve tjera, normalisht që kjo vepër është e vlerësuar jashtëzakonisht shumë tek Allahu dhul xhelal. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam neve na ka treguar se nuk është besimtar ai i vërtet, ai i cili nuk ja don vllaut të vet ato të cilën e don për veten e vet, dhe ti e don për veten tonë një gëzim, ti e don për familjen tonë, për fëmijët tu, të kesh gëzim, të kesh në sofrën tonë që me shtru për iftar, për të kesh një siguri për ushqim ditor, të paktën ditor, normalisht që nuk ka gëzim më të madh se sa ti ofrosh edhe të tjerëve këto. Dhe në këtë mënyrë, duke ditë se pasunia, para se me u dhonë me dorë, ajo jepet në zemër. Njeriu para se me u kënaq kur të jep kënaqet të zemrat tina, shpirtit tina. Ajo pasuri të cilën ti jep para se me shku te i varfër, e dim që shkon tek Allahu dhul xhelal. Kështu ka bëu bashortja pejgamberit alayhis salam, nona besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, Zoti i qoftë i kënaqur me të, kur ka dhënë i ka parfymos sadakën, moshën parat i ka parfymos, dhe kur kanë pyet pse e bën një gjë të tillë, sot e bëj për arsye se kjo shkon mas pari në dorë të Zotit e taj në dorë të varfërit. Tregohet një tregim një prej besimtarëve, thot e kam në mendjen time gjyshin tim një ditë prej ditëve, kur ka qenë tregtar, ka hyrë në obar, isha duke lujtur në obar, dhe ai i gëzuar me një qesë në dorë sillte ton kohën dhe këndonte. Dul gjyshja prej derës dhe po i thot, çka ki? Çka është gjithë ky gëzim? Anin nalu një herë. A mos kanë fituar musliman diçka, ndoshta kanë ndodhur një ngjarje diçka shumë e madhe për besimtar, për shtetin, për musliman që ti po gëzohesh kaq shumë. Ai thot, jo, diçka edhe hala dhe më shumë. Çka është më shumë? Thot, sot nuk kam gëzim më të madh se sot s'kam pas kurrë. Pse? Sot për herë të parë Zoti ma mundsoi me nxjerr zeqatin e pasurisë teme dhe me ja dhënë dikujt. Për herë të parë Zoti ma mundsoi, mas gjithë atyre viteve tregtie, punë, angazhim, lodhje, Allahu dhul xhelal ma mundsoi që unë pasurinë teme, pri pasurisë time, më nda me ja dhënë dikujt tjetër. Dhe më të vërtetë është gëzim shumë i madh kur ti e falenderon Allahun dhul xhelal në këtë mënyrë. Do thotë i mirënjohës Allahu dhul xhelal pikë pari për dhuntit që t'i ka thënë Allahu dhul xhelal, dhe këto dhunti, këto të mira që Zoti t'i ka thënë, këtë bereqet që Allahu dhul xhelal t'a ka thënë, e ndan edhe me të tjerët, e ndan edhe me ata të cilët nuk kanë. Nëse një person që ka nevojë e fton dikën për ndihmë, të ndihmojë atij, a do të gëzohet ai apo të hidhrohet për faktin se mos paraprakisht Zoti më ka caktuar që ai të bëhet në dorë ndihmëse për tjetrin? Si duhet trajtohet ky koncept? Në realitet, nëse ti dikush t'u ka ofruar për ndihmë, ti do të me qenë më i gëzueshëm se sa ai i cili po kërkon ndihmë prej teje. Shok i mirë është ai shok i cili gjithë natën nuk flan, edhe duke menduar për një hall, një dert të cilin e ka, dhe të zgjedh ty që ti mundesh me ja largu atë hall, atë dert, dhe vjen ta troket derën tënde. Dije që ti ke shpërblim jashtëzakonisht madh dhe ti ke shok shumë të mirë ato, sepse ai po të ndihmon mu afru tek Allahu dhul xhelal me ndihmën që ti e jep. Qoftë ndihmë materiale, qoftë ndihmë morale, qoftë ndihmë këshilluese. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadithet e tij kur thotë më mirë është edhe më sevap është me shku me ndihmu një vllau ton një orë me ndihmu një vllau ton për me aqo një hall, një dert, me ndihmu në nevojat e tina të cilat i ka, se sa të qëndrosh një muj ditë në itikaf në xhamin time.
E dim vlerën e itikafit në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, e dim vlerën e namazeve në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, e dim vlerën e agjerimit të qenë në itikaf në xhaminë e pejgamberit alayhis salam, dhe pejgamberi alayhis salam po thotë është më se vap me shkuti me ndihmu një vllau ton, një besimtarit, një orë me qëndru me ta, se sa me qëndru në itikaf. Prandaj nëse dikush ka trokit në derë dhe kërkon ndihmën tonë, dije që ai ta don të mirën, dhe dije që ai ta ka ofruar një dhuratë jashtëzakonisht shumë të madhe. I edhe i përzgjedhur nga Zoti i Madhreshëm. I përzgjedhur prej Zotit edhe prej tina, nëse ti veç ki mundësi me ndihmu. A ka shpërblim nëse ndihma bëhet në mënyrë publike? Para kamera ose të ngjajshme, si trajtohet kjo? Allahu Dhul Gjelal kur na ka treguar në ajetet e Kuranit për bamirësinë, na ka ftuar si besimtar, na ka ftuar që bamirësinë ta japim në mënyrë të msheft, po edhe ka raste kur bamirësinë i japim edhe në mënyrë të hapur. Dhe mirë po bamirësia në mënyrë të msheft, do të thotë mos me ditë askush se kush e ka dhënë ato, është më e mirë tek Allahu Dhul Gjelal. Në surën El-Bekara Allahu Dhul Gjelal na mëson, na thirr neve besimtarëve që kur e japim sadakën, kur e japim lëmoshën, kur e japim çfarë do ndihmë qoftë që e japim ndaj njerëzve, ato mos të pasojna me fjalë, mos të pasojna me punë të këqija, vepra të këqija, mos të pasojna me krekosje, ngurje, duke i thënë atij të cilët i kemi dhënë se unë të kom dhënë ty, unë të kom ndihmuar ty, nëse unë s'kisha dhënë ti, s'kishe mujt me jetu, ose nuk kishe kanë këtë gjendje çfarë je sot. Domthon ose me dalë me u reklamu me reklama të ndryshme që unë e kom dhënë, unë po jep, nuk e don Allahu Dhul Gjelal një vepër të tillë. Do thotë më mirë është një fjalë mirë se sa një sadake cila pasohet me mburje, me krekosje dhe vetëm sa për me ndjemasi dhe vetëm sa për sy e faqe. Mirë po, ka raste kur edhe sadaka dhe zeqati edhe angazhimi jonë në jetën e përditshme me qenë me njerëzit në përgjithësi në punë vullnetare, ka raste kur duhet të jetë e hapur. Dhe ndoshta tash me këto rrjetet sociale të sotit, duhet ndoshta edhe të postojmë në diçka. Mirë po, na si besimtar duhet me ditë një fakt. Na duhet me i thonë, veti nuk duhet me i thonë çka postova, po pse postova. Jo çka postova, diçka, po pse postova. E postova me arrit kënaqësinë Allahu Dhul Gjelal, qëllimin. Duhet më kthy te hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblen sipas qëllimit. Nëse qëllimi yt është i ekspozimit të këtyre dhe një farë krenarie, një farë mendjemallësie të këtyre të mirave që ti ka thënë Allahu Dhul Gjelal dhe ti po i ekspozon, me çujt ato mbeten në ekran. Nëse e ki për ekran, mbeten në ekran. Po nëse e ki për Allahun Dhul Gjelal dhe don që me nxit njerëzit të tjerë që ti je shembull për ta, normalisht që shpërblimi shkon tek Allahu Dhul Gjelal. Këtë kjo varet jo çka postojmë, por pse postojmë. Po, urtësi e veçantë kjo. Pra, në kupton që nëse një person dëshiron të jap ndihmë dikon dhe pastaj ajo del në rrjetet sociale dikon, nëse qëllimi është i drejtë dhe përdoret me qëllim që mi nxit të tjerët, nuk ka kurrë gabimi në këtë drejtim. Normalisht që jo, do të thotë edhe kanjëherë edhe është nxitje për të tjerët, është edhe e preferuar një gjë e tillë që ta postojmë, që ti nxitëm edhe tjerë, ti mësojmë edhe tjerë që duhet me dhënë. Se ka kanjëherë për neglizhencës, disa besimtarë të cilët e neglizhojnë kanë mundësi, po e neglizhojnë, pak e lojnë anash, hajtë se sot, hajtë nesër, ndoshta në këto rrjetet sociale kur e shet dikon që e ka dhënë. Mirë po, gjithmonë duke pasur parasysh të zbatohen rregullat që kur ti don me i dhënë dikujt, mos më nënçmu me dhënien tënde. Se llogaritet nënçmim nëse ti e poston pa lejen e tyre, nëse i poston fëmijët, fytyrën e fëmijëve, fytyrën e jetimëve dhe pastaj ose të familjes ku ke dërguar holla, se ne shumë jetojmë një jetë ku bullizimi është jashtëzakonisht shumë i madh dhe ka mundësi edhe ata fëmijë nesër në shkolla, në lagje të bullizohen, folen për ta, ju ka kanë dikush juve, ju ka dhënë apo diçka tjetër. Prandaj besimtari kur jep duhet me pas kujdes jashtëzakonisht shumë në derin e atina cilët jep.
mos me shkel nderin, dinjitetin e atij personi. A ka ndërlidhje mes bamirësisë dhe faljes së mëkateve? Po, padyshim, neve në Islam bamirësinë përveç që kemi lidhje mes njëri tjetrit dhe lidhje sociale mes të pasurit dhe të varfërit dhe shoqërisë krejt në përgjithësi, lidhje mes familjarëve, sepse siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadaka më e mirë është sadaka ose lëmosha më e mirë është ajo për familjen tonë që jep për familjarët tu. Normalisht që në hadithe të tjera pejgamberi alayhis salam në hadith thotë që sadaka i shun mëkatet ashtu si shym ujë zjarrin. Në këtë kuptim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thotë na ka mësuar se sado që t'jepim sadak na i shlyn mëkatet tona. Sado që t'jepim sadak na mbron sadaka jon, na mbron prej të këqijave të kësaj dynjaje, na mbron prej taksiratave të ndryshme. Këto e kemi në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me mbrojt veten. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu sadaka shëron të smurit. Mund të jep sadak për hir të Allahut dhul xhelal, po shëron smundjen tonë, shëron smundjen e të afërmëve tu, është njësoj sikur ta quajmë sikur lutja, duaja që e bëjmë tek Allahu dhul xhelal. Prandaj me plot të drejtë themi se sadaka është ajo e cila na i shlyn mëkatet tona, na i mëkatet të kaluara që kemi pas, po na i lumturon të sotshmën, po dhe na shpresojmë një tarme më të mirë duke dhënë sadak për hir të Allahut. Pra bamirësia thë ndryshe ndërvepron në shumë dimensione. Spari fut gëzimin zemrën tënde, pastaj tek tjetri, pastaj rregullon raportin me Zotin, pastaj fal mëkate ndryshme, pastaj rregullon këtë botë dhe botën tjetër. Pra, në aspekt shumë dimensionale. E vërtet, bamirësia fillimisht lidhja jonë me Allahun, besimin, na i shton besimin, imanin, sepse kur japim për hir të Allahut dhul xhelal, e kemi ajetin e Kuranit ku Allahu dhul xhelal thot la in shakartum la azidannakum, nëse jepni për Allahun ku m'ia ushtu të mira, dhe na e dim që gjitha këto burim i furnizimit, i rrezikut tonë është Allahu dhul xhelal. Dhe prej asaj pasurie jepëm normalisht na shtohet fillimisht na shtohet besimi në Allahun dhul xhelal, na shtohet dashuria për Allahun dhul xhelal, po edhe këtë dimensionin e rrafshin dimensional të njerëzimit na afron njëri me tjetrin padyshim. Edhe një shtesë të vogël, a ndikon bamirësia në rritjen e bereqetit, begatis, sepse ndonjëherë që dikush merr pagë konsiderueshme, por mungon ai bereqeti brenda pagës. Si ndikon bamirësia në këtë drejtim? Në realitet, ai i cili është mësuar me dhënë gjithmonë, ai e din që pasuria nuk e zvoglon pasurinë, përkundrazi, dhënia rrit pasurinë. Këto me ajetet Kuranit, me hadithet pejgamberit alayhis salam, neve besimtarëve jemi të njohur me to. Allahu dhul xhelal gjithashtu në surën El-Baqara na mëson se nëse ai i cili jep në rrugën e Allahut dhul xhelal është sikur shembulli i atij bujkut i cili mbjell një farë, një kokër fare, dhe nga ajo farë bin 7 kallin, nga 7 kallin 100 kokra të tjera. Do thotë nëse ti jep një diçka për hir të Allahut dhul xhelal, aja ka më të kthyer këtë dynja, një me 7, një me 10, një me 100, një me 700, edhe një me pa hesab, pa llogari, do thotë sa i kthen Allahu dhul xhelal. Nga mos dhënia vujnë vetëm koprac, nga friga se mos po ju pakohet pasuria. Ndërsa pejgamberi alayhis salam ka thonë sadaka e shton pasurinë, nuk e pakon kurrë. Ju jeni edhe imam dhe veproni vazhdimsi në teren, por si qëndron aspekti i shoqatës bereqeti në këtë drejtim, në raport me popullin tonë, me ndihmat ndaj çdo stresi? Shoqata bereqeti në tërë Kosovën, normalisht ka shtrirje në tërë Kosovën, po edhe këtu në Prishtinë ka një shtrirje jashtëzakonisht madhe, po ndikon jashtëzakonisht shumë mirë. E kemi atë ndërlidhjen tonë mes të pasurve dhe atyre të cilët kanë nevojë. Themi se në çdo familje shoqata bereqeti ka shkuar në çdo familje, në çdo cep të Kosovës, po jo vetëm Kosovës, edhe në Preshevë, Medvegjë, Bujanovac, po edhe pjesën e Shqipërisë, ka Kuksi, ka Tropoja, është në çdo familje, jo vetëm në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, po sidomos gjatë Ramazanit, kur tash e disa vite e kemi aksionin Sofra Ramazanit, ku besimtarët derën të hollat e tyre dhe bëjmë shoqata bereqeti bën paketimin
pakove ushqimore për familje, që familjet kenë sofrën e tyre edhe kenë qa me hangër, kenë iftar, mos kenë frikën për nesër se a kenë apo nuk kenë. Prandaj shoqata Bereqeti është duke bërë një punë jashtëzakonisht shumë të madhe, shumë të mirë, me krejt koordinatorët në për tërë territorin e Republikës të Kosovës, janë duke dhënë një kontribut jashtëzakonisht shumë të madh në, po them edhe herë, në ndërlidhjen mes të pasurve, bizneseve vendore edhe gurbetçarëve, do të thotë bashkëdhëtarëve tonë, të cilët po na i besojnë neve këto të holla, po na i besojnë këto të mira materiale që na t'ju dërgojmë tek familjarët ata cilët kanë nevojë. Me rëndësi është të themi se tash shoqata Bereqeti ka donator të cilët para disa viteve kanë qenë ata të cilët kanë marrë për shoqatës Bereqeti. Dhe me knatësi vinë dhe japin shoqatën Bereqeti, se din që kur kanë trokit në dyert e shoqatës Bereqeti, ajo ka qenë ajo e cila e kanë ndihmu. Dhe kem raste kur thot në pandemin kohën kur e dim se siç ka qenë situata, thot kur kom thirrë në për shumë vende, nuk mujt me gjetë ndihmë. Kur kom thirrë në shoqatën Bereqeti, për 20 minuta më kanë ardhur tripa, më kanë ardhur miell dhe kom sigurue për një moment jetën teme dhe të familjes teme. Dhe tash kjo familje është donator dhe kemi nxënës të ri se tash po kanë jetu me shoqatën Bereqeti prej tash 26 vite shoqata Bereqeti prej mas luftës që e shtrin aktivitetin e saj. Ka fëmijë, nxënës, studentë, cilët kanë qenë kur kanë pas nevojë, dhe tash janë në përfushat ndryshme të jetës në Kosovë, të cilët vazhdimisht i ndihmojnë dhe përkrahen në format ndryshme shoqatën Bereqeti, duke ditur aktivitetin e sajna edhe më herët edhe tash. Nderuar, është kënaqësi që të dëgjojmë për jush elaborimin e kësaj teme, zoti shpërbleft. Faleminderit shumë edhe për jush. Normalisht që kjo temë është jashtëzakonisht shumë e gjatë, po jemi munduar që diçka t'i ofrojmë besimtarëve tonë. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj. Deri në emisionin e radhës, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me ju.